luajtur rol në shkatrimin e natyrës apo të jetë shkaktarja kryesore e dëmeve që janë bërë mjedisit. E kundërta është e vërtet. Dëmet mjedisore kanë ardhur gjithmonë dhe në radhë të parë nga faza zhvillimit të cilat kanë qenë të bazuara jo thjesht tek kapitali vendas, por edhe kanë qenë të lidhura me një horizont të mbyllur, lidhur me shumë nga temat komplekse të fushës dhe patjetër kanë qenë të kushzuara nga kostoja e ndërtimit dhe nga çmimi. Po të shikojmë Bregdetin shqiptar sot. Bregdeti shqiptar ka filluar të zhvillohet në golem. Sot është e paimagjinueshme që dikush cili do sipërmarrës vendas të shfaqet në dyert e autoriteteve dhe të propozoj atë lloj zhvillimi. Pse? Sepse ai është një zhvillim tërësisht i papranueshëm, por i lidhur me një kohë kur mundësitë ishin shumë të kufizuara, kur kapitali ishte shumë modest, kur dijet ishin shumë të kufizuara dhe me të gjitha kur aftësia vlerëse ishte shumë e kufizuara. Dhe pavarësisht të gjitha problematikave dhe të metave që ka pasur zhvillimi i ndërtimit në fushën e turizmit, gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar. Zhvillimet kanë ardhur duke u bërë më cilësore. Kostoja e ndërtimit natyrisht ka ardhur duke u rritur, por dhe çmimi ka ardhur duke u rritur.